Ambasadori shqiptar në Maqedoninë e Veriut, Denion Mejdani, ka reaguar ashpër lidhur me ndalimin dhe vonesat e disa studentëve shqiptar në pikën kufitare mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, teksa ata ishin duke udhëtuar drejt Shkupit për t'u bashkuar protestës së studentëve për të drejtën e përdorimit të gjuhës shqipe. Përmes një reagimi publik, Mejdani theksoi se ngjarje të tilla te i kalojnë aspektin procedural dhe prekin vetë standardet demokratike dhe aspiratat europiane të rajonit. Kur studentë ndalohen, vonohen dhe intimidohen, teksa udhëtojnë për të shprehur paqësisht solidaritet për një të drejtë gjuhësore, çështja pushon së qeni vetëm procedurale. Ajo prek vetë mirëkuptimin demokratik dhe frymën europiane, të cilën synojmë të ndërtojmë si rajon, u shpreh ambasadori. Sipas tij, studentët shqiptar nga Tirana nuk kishin qëllim për përplasje apo tensione, por po udhëtonin për të mbështetur një kauzë qytetare dhe një të drejtë themelore, mundësinë për t'u testuar dhe për t'u ushtruar profesionin në gjuhën anëtare. Mejdani u shpreh se kërkesat e studentëve lidhen me dinjitetin, barazinë dhe respektimin e të drejtave bazë të njerëzit dhe shtoi se një kërkesë për dinjitet nuk duhet të shihet si një kërcënim në vende të cilat synojnë integrimin evropian. Këta të rinj nuk kërkojnë privilegje, por kërkojnë dinjitet, barazi dhe respekt për të drejtat themelore, dhe një kërkesë për dinjitet nuk duhet të perceptohet kurrë si kërcënim, sidomos në vende të cilat synojnë t'i bashkohen familjes evropiane, deklaroi Mejdani.